Pse? Sepse Rothschildet me shok kanë dhënë 6 miliard euro. Dhe parat janë dhënë, tani ata presin mallin. Ata nuk të falin kur bëhet fjalë. E thekson shumë edhe te intervistat e tjera Klodian ku thuaj që ata nuk e pranojnë ti kthesh parat pas ose në momentin kur japin parat ata duan mallin si s'mund. Ata janë drejtues të botës, vendosin ata, i përcaktojnë ata rregullat. Pra i vendosin, i përcaktojnë dhe kërkojnë zbatimin aty rregullave. Nuk ka pasur birnën e tu dal kundër atyre. Kush u ka dal kundër e ka parë mirë se ku ka përfunduar. Sidoqoftë me këtë nuk do të thotë se unë jam bër zëdhënsi atyre, sepse unë as jam marr kurrë me masoneri. As merrem dhe as besoj se do të merrem ndonjëherë sepse i di mirë kush është masoneria. Pse thuat këtë ka mendon që Illuminati, Kabala. Mendon se ka njerëz që duke denoncuar në thonjza problemet e këtyre se skenaret e këtyre mund t'i shërbejnë po atyre vet? Pra duke nxjerrë lajm që këta po blen toka shqiptare, po shkatrojnë Shqipërinë etj. Jo, puna është që ka njerëz që u shërbejnë atyre. Tu në Shqipëri? Po, ka, gjithë botën ka. Nuk është se ka vetëm tu, edhe në vendet arabe. Pilen vendet arabe, unë di të them këtë që janë futur më fort ato. Më fort edhe ato klasa sunduese që janë atje nuk janë arab, janë hebrejnë. Janë hebrejnë, ti themi gjërat ashtu siç janë për të thënë. E vërteta shkrejt ndryshe nga ç'na e paraqitin ne. Kudo, edhe në Iran, edhe në Arabi Saudite, edhe në Katar, edhe në ato vende, gjithë ato vende janë që të gjithë hebrejnë, por të konvertuar, domethënë të kthyer në ato fetë e tyre, fetë muslimanizme, edhe në degëzimet dhe nëndegëzimet e tyre të kësaj feje, me qëllim që të përjetësohet ai lloj pushteti atje. Unë do të them edhe këtë tjetër. Po kaq thellë janë futur që të janë futur shumë thellë gjëra. Janë kamufluar kaq fort saqë njerëzit e besojnë sikur ata janë. Dhe mirërisht, pavarësisht se unë dhe shumë të tjerë si puna ime, madje mund të them unë jam i fundit në radhë, ka të tjerë që flasin shumë më mirë nga unë. Pak si ka kjo, si nuk. Kur ne na u ça fyti, duke thënë ore shiko se gjërat janë kështu. Shiko se këto punë po bëhen kështu se janë protokolle që plane afatgjata të miratuara me kohë dhe po ndodhin gjërat dhe nuk na beson kush. Ca na quajnë të shitur. Unë i shitur? Unë jam pa punë. Po pse mendon si të na konsiderojnë kështu të shitur? Se këtu na kanë bërë pjesë edhe mua, nga që të ftoj ty, të ftoj edhe personazhe të tjerë që deri diku kanë po të njëjtin qëndrim. Ose mund të themi që mund të jemi nga të paktat media në Shqipëri që kemi këtë qëndrimin kritik. Pra, kjo që bëjmë ne është një lloj oponence, kritike për mirë, nuk është se kemi për qëllim për çarjen. Pse na lexojnë në këtë formë, Klodian? Po nuk këtë problem ne kemi shumë të theksuar, po nuk e kemi vetëm ne. Këtë problem e ka mbar bota. Mbar bota. Do të thënë po të shikosh është ai kamuflazhi që fusin këta, domethënë. Është mënyra se si këta e kanë manipuluar qenë njerëzore. Këta dinë të luajnë me natyrën, psikologji njerëzore. Këta janë mjeshtra, janë specialistë. Ta dinë si funksionon mendja njerëzore, si mund ta mashtrosh mendjen njerëzore në mënyrë të tillë që edhe kur i paraqitet e vërteta lakuriq, të mos e besoj. Këta janë të zgjuar për atë punë. Këta ne kemi raste të paktën që nga shekulli i kaluar. Bota nuk donte luftra botërore. Këta i bindën njerëzit bëheshin luftra botërore. E vranë, e pren, e masakruan me miliona, bile thuhet që të vrarët në luftën e dytë botërore, qoftë civilët, qoftë ushtarakët, qoftë edhe mizoritë që kryen ushtrit të ndryshme, domethënë si ato të përmbrojtjen e njerëzve, si edhe më shumë këto ushtrit hitleriane, të cilat drejtoheshin nga bankierët fuqishëm si Rothschildet me shok edhe plus edhe bankierë tjerë që su hyri gjëm në këmbë dhe vazhduan pastaj veprimtarinë e tyre bankare për skllavërimin e plot të shoqërisë njerëzore mbas luftës së dytë botërore, ne përsëri domethënë ata të vrarë nuk ka për tu numri i tyre thoshte një burim nuk do dal asnjëherë i sakt. Nuk ka për dal asnjëherë i sakt sepse janë bërë vrasje masive. Pra e kishim këtu lind pyetja pse shkon në Vlorë del Izraeli. Këta e kanë shitur Shqipërinë. Na vjen keq për këta e kanë shitur. Kaq hapur po na dalin hapur fare domethënë. Sepse këta shikosh një eksperiment që nisi që në vitin të paktën, që në vitin 1991-92, u mbyllën uzinat, fabrikat, e diti sa janë mbyllur 500 uzina dhe fabrika, që për t'i rindërtuar ato, ekspertët financiar thonë se do duhen deri nga 23 deri në 45 miliard dollar për ta çuar Shqipërinë me atë industri që kishte në vitin 1990. Pra, këta e pan që mbyll këtu, mbyll atë dhe i dinin këta se kjo klasë politike ishte e krijuar nga sigurimi i shtetit. Këta janë gjithë me dosje. Pra ato e provuan, këta e dinin shumë mirë, një popull që u skllavërua barbarisht
për 45 vjet, nga 1945 deri në 90, një popull që u la pa bukë, një popull që ju në përkëmbën të gjitha të drejtat. Ata e dinin mirë që mund bënin çdo gjë me këtë popull. E ka thënë edhe ky Altin Goxha, më duket këtu tek ti ose në një portal tjetër që Edi Rama dhe gjitha i din mirë, e njohin mirë këtë popull. Ky popull është i tredhur. Mund e din ata mund bëjnë çdo gjë nga ky popull nuk ka asnjë reagim. Po puna është se tash ne jemi përballë një fakti që unë kam marrë vesh para ca ditësh. Në ditët dhe në muajt në vijim, këtu Amerika dhe Izraeli nëpërmjet sistemit HARP do të krijojnë një tërmet aq fuqishëm sa ta shkatrojnë Shqipërinë me qëllim që të vendosen kolonët hebrejnë. Çfarë thua? Edhe me këtë do shkojnë derisa të krijojnë një tërmet me HARP. Doli Nami, domethënë informacioni rodhi që siç tha dhe ka thënë një profesor i madh kinez, parashikimet e cilit kanë dalë, ai tha këtë që në qoftë se nuk rreshtin këto protesta Mossadi, shërbimi i fshetit izraelit i cili kontrollon dhe CIA-n, dhe është fuqi plot, ky lloj shërbimi do të krijojë situatë lufte me qëllim tha ai to clear the zone, më thënë për të pastruar zonën, për t'i vrarë shqiptarët, shkurt, për t'i vrarë. Po mirë, pse po shkojnë deri në këtë hap që të krijojnë me harpin të krijojnë një tërmet në Shqipëri, ndërkohë që Shqipëri nuk s'po ka asnjë lloj reagimi, le të themi, që të mbrapsen këta. Pse po bën këtë lloj rezistencë kaq të madh ose këtë lloj sulmi kaq të madh? Po atyre u do. Ndërkohë që ato po vazhdojnë me planin. Shiko, rodhi informacioni që apo e duan shpejt. Izraeli është bërë gati të vrasë shqiptarët. Rodhi informacioni. Tashti ata, duke qenë se ka dalë Nami si vrasës, edhe si shkatrimtar, atëherë ata nuk e duan këtë lloj Nami. Pra duan që të paktën në arenën europiane duan që të dalin dhe të duken si persona që nuk janë as pak ashtu siç i kanë paraqitur. Por do ta kryen atë. Se edhe në shqiptarë do ta bëjnë atë gjë ata? Po patjetër. Se flitet, domethënë ka një lloj analize tjetër që thuhet se me shqiptarët nuk mund bëjmë po të njëjtën gjë siç kanë bërë me Palestinën ose me vendet e tjera izraelitët. Se për shkak se shqiptarët i kanë pritur, i kanë mbajtur. A thua? Pse e din për nder ata? Tregoj një rast në çka ka ndodhur në luftën e dytë botërore? Oficerët e SS, domethënë ata që shërbenin, oficerët gjermanë që shërbenin nëpër kampet e përqendrimit, u thanë këtyre të disa të burgosurve të hapnin një grop të madhe, me hapën. I futën hebrejt aty. Edhe i thanë këtyre mbulojeni me dhe, këta nuk pranuan. Këta të burgosurit e tjerë nuk ishin hebrej, domethënë ishin burgosur në këto kampe të përqendrimi, ishin burgosur politik, besoj. Edhe të burgosur fetar, se janë burgosur edhe fetarisht disa, sidomos anëtarët e një organizate fetare kanë vuajtur shumë atje. Çfarë ndodhi? Këta nuk pranuan ta bënin atë punë. Atëherë oficeri tha këtë në rregull, i nxori hebrejt, i futi të burgosurit e tjerë politikë dhe fetar dhe u tha hebrejve, mbulojeni. As pa pikën më të vogël të ngurrimit filluan të hedhnin lopata me ti mbulonin. Pasandaj oficeri ndaloi edhe tha dilni, tha. E kuptoni, tha, kush janë hebrejt?